Në Bashkinë e Korçës janë rreth 55 fëmijë të cilët vuajnë nga çrregullime të spektrit autizmit, ndërsa 35 prej tyre janë në qytet. Një pjesë e tyre trajtohen pranë qendrës komunitare për fëmijët me aftësi ndryshe, të tjerë në institucione private, por ka edhe nga ata që nuk marrin shërbime për shkak të zgjedhjes së prindërve të tyre. Ndërkohë burimet zyrtare bëjnë të ditur se numri të rinjve me të njëjtat çrregullime është pothuajse sa 2 i fëmijëve, por këta të fundit deri më sot nuk kanë shërbime dhe trajtime, përveç dashurisë dhe përkushtimit të prindërve të tyre. Kjo është edhe sfida që i del përpara institucioneve. Ndaj edhe në këtë ditë botërore të ndërgjegjësimit për autizmin, Qendra Komunitare për Fëmijët me Aftësi të Kufizuar dhe Drejtoria e Kujdesit Social në Bashkinë e Korçës kanë zhvilluar një takim edhe me aktorë të tjerë të fushës për të diskutuar mbi ato çfarë janë arritur deri më tani dhe në lidhje me sfidat e së ardhmes. Do nxjerrim sfidat, do arrim të vim në një plan të përbashkët për të ndryshuar të ardhmen edhe mbi të gjitha edhe për të rinjt me autizëm, të cilët për momentin nuk kanë shërbime cilësore për trajtimin e tyre. Kjo është një nga sfidat që kemi aktualisht, pra që këto shërbime të vazhdojnë edhe në të rinjt, në një qendër tjetër që të jetë për moshën plus 16, akoma nuk është. Balli tregon se për fëmijët me çrregullime të spektrit autizmit, por edhe për ata me aftësi të kufizuar, aktualisht shërbimet dhe trajtimi janë në një nivel të mirë. Qendra komunitare ka 5 vjet që është hapur, e cila jep shërbime të ndryshme për këta fëmijë, shërbime psikoedukative, shërbime psikologjike, terapeutike, logopedike, fizioterapi dhe këshillim për prindërit. Në këtë ditë është vënë theksit e rëndësia e mirëkuptimit, pranimit dhe mbështetjes për çdo fëmijë dhe familje.